Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku me komentimet e radhës. Nata e mbrëmshme ka qenë një natë shumë ngushëlluese në shtëpinë, më falni, të Big Brotherit. Unë e pata thënë edhe disa herë më përpara që gjesti zakonisht është prezente këtë gjithë kur janë të mërzitur dhe së bashku me Jozin, ato dëshironin që t'japin një lloj ambienti Valbonës, që Valbona të mos të ndjeshte keq, që Valbona të mos të ndjeshte zemërthyer, edhe po bisedonin së bashku me Jozin edhe Valbonën. Ishte një natë e heshtur mbrëm, por tensioni në ajër mund të prekej me dorë. Valbona qëndronte e ulur në një cep të divanit në verandë, duke luajtur me gishtërinë të saj në një mënyrë të pavetëdijshme, ndërsa Gjesti dhe Jozi shkuan aty për ta qetësuar Valbonën, për t'i dhënë një çik botë, për të biseduar me të. Si mundesh, i thonte Gjesti Valbonës, të besosh dikë që nuk të ka dhënë asnjë shenjë dashurie? E pyetën Gjesti duke tundur kokën me zhgënjim, i thotë, si mundesh ta besosh këtë njeriu? Valbona ngriti sytë dhe u përpoq të mos i linte emocionet ta tradhtonin vendosmërinë e saj. Ishte lodhur duke shpjeguar ndjenjat e saj ndaj Laertit, ishte lodhur duke justifikuar. Unë nuk pengohem për asgjë që kam bërë, tha Valbona me një ton të qetë dhe të prerë. Laerti ka në qafë barën time, jo unë të ati. Ai më tradhëtoi për lojë, por unë e kam dashur. Fjalët e saj ranë si një gur i rënd në heshtjen e ambientit. Gjesti pshërëtiu dhe uli shikimin, ai e dinte që Valbona ishte e fortë, por brenda saj fshihej një plagë e thellë, një dhimbje që vetëm ajo e kuptonte. Gjesti kaloi dorën në flok i utuar, ai nuk kishte dashur ta vinte në një pozitë të tillë, por jam ku ishin tani, në mes të një bisede që nuk kishin kthim më prapa. Më fal, nuk kisha KTV si banor të vetëm, i thot Gjesti. Ndaj të bëra kulaç të mirë dhe qeshet. Doja thjesht që të dilje me Laertin. Gjesti po qeshe dhe po e përqafonte Valbonën, ndërsa në këtë rast Valbona i tha, pa marrë parasysh ngjarjes, lojës, se si arriti të bëhet, tha, ti tha pas Jozit, ti e njeriu tha që në këtë shtëpi më ke bërë më së shumti të qesh. Domethënë Valbona është 100% e bindur që ajo të martën do të largohet nga shtëpia. Banorët nuk kanë bërë ndonjë tentativë për të thyer kutit. Tani pritet një reagim nga ana Jozit, kur Jozi ishte në hallin e tij më të madh, që duhej të largohej nga shtëpia. Valbona theu kutinë e emergjencës për ta rikthyer Jozin në shtëpi. Tani ne nuk e dim ato 2 kuti të mbetura përveç kutisë së Unazës, a kanë mundësinë e forcës për të kthyer një banor në shtëpi apo jo, por unë jam shumë i bindur që Jozi do të thyej kutinë edhe do ta bën këtë gjë për hatër të Valbonës, për t'ia kthyer dikur të njëjtën gjë që ajo bëri. Ndoshta nuk do ta thyej sot, ndoshta do ta thyej të martën kutinë, por unë jam shumë i bindur se këtë gjë ajo e bëri. Valbona qeshi dhe i thot, kulaç të mirë thua. Gjesti, unë nuk jam e verbër, i thot, unë e di shumë mirë që kjo nuk ishte thjesht një lojë për mua. Laerti më la sepse donte, sepse zgjodhi këtë rrugë, jo sepse unë bëra një gabim, por të paktën unë do ta mbaj në shpirt të ndjenjën e fajit. Ai e ka tradhtuar besimin tim, jo unë të tijin. Dhe më pas do me thënë, thot, unë e di çfarë më dhëm më shumë Gjesti, jo që Laerti më la, por që unë vazhdoj të ndjej mungesën e tij dhe e di që nuk duhet. Do me thënë, Valbona është shumë e bindur në fjalët e saj që e do Laertin, tani ose është e sinqert, ose e bën viktimën ndaj Laertit. Laerti mbrëm nuk është se foli me dikë përpos debatit që pati më një herë pas përfundimit të Prime-it me Gjestin, por 2 njerëzit të cilët e ngushëlluan deri diku Valbonën, natën e mbrëmshme dhe jepshin adrenalin, ishte Jozi edhe Gjesti. Si e komentoni ju këtë qëndrim të Valbonës, që është shumë e qëndrueshme, është shumë e fortë dhe shumë e buzëqeshur dhe e ka marrë me shumë sportivitet këtë rrugtim?